rrugës duke shkuar për të marrë produktet, më ndodhi dhe diçka, kështu që tani do kemi story time. Dje kam shkuar në qendër tregtare. Kam një qezë të madhe këtu. Wow. Gjërat lehta për darkë. Kur kam dalur ndonjëherë për një punë, edhe ta kem mbyllur direkt brenda ditës. Asnjëherë nuk e keni idenë, jam shumë e mërzitur, shumë e nerva tani. Kur filloi kjo, rash, po mja. U zvert nona. Lembret të la posën të. Si dalim nga shtëpia e motrës. Outfit check. Se spiverën ka shtaki, me një trajnë baj shtëpinë. Hello, po nisim një video të re. Sot data është 22 maj, është ditëlindja e motrës time në fakt, edhe pse unë nuk ndodhem aty, pra nuk jam në Korçë për momentin, jam këtu në Tiranë. Gjithmonë kjo ditë është pak emocionale për mua, normal, sepse unë jam motra e madhe, edhe kujtoj shumë mirë ditën kur ajo ka lindur, kur kam shkuar aty në spital, e kam parë për herë të parë, edhe kanë qenë emocione shumë të bukura. Vendosa që të hap kështu këtë video dhe kanë kaluar fiks 3 javë nga dita kur ne u nisëm për në Budapest. Që nga ajo ditë nuk kemi pasur video të re këtu në YouTube dhe pas shumë përpjekjesh, mendimesh, reflektimesh, ta bëj një video mos ta bëj, thash, okay, le të rikthehemi, le të fillojmë të bëjmë disa vloge. Më thënë që kur jam kthyer nga Budapest deri më sot është dita e parë që unë jam praktikisht pushim, pra nuk kam për të bërë asnjë lloj editimi, asnjë lloj xhirimi, asnjë lloj takimi dhe asgjë tjetër. Në 3 javë është dita e parë pushim. Një nga arsyet pse vendosa që ta vlogun sot është sepse ne nesër nisemi për në Korçë. Dhe dihet që kur shkojmë në Korçë, takojmë njerëz, dalim më shumë, bëjmë gjëra më të bukura. Sidomos për ju që më ndiqni në Instagram, dhe nëse nuk më ndiqni në Instagram, do t'ja u lë këtu anash, sepse në këtë pjesë, pra, në këtë vlog do jetë pjesë edhe gjyshja. Gjyshja e cila ka marrë shumë dashuri nga ju, në gjitha postimet që unë kam bërë në Instagram, është super virale, super e pëlqyer, vetëm më shkruani mesazhe, të lutem na nxjerrni në YouTube, të lutem na nxjerr video të tjera. Dhe po, kam vendosur që ta bëj pjesë edhe të vlogut, që të jetë diçka pak më e gjatë se sa limiti që lejon Instagram. Tani, videon sot kam vendosur që ta nis me një haul, sepse dje kam shkuar në qendër tregtare. Kam një qezë të madhe këtu. Ndërkohë, mi shikoni këto flokët kështu? Janë me val, tani. Ideja ime ishte që të bëheshin fiks të bukura me val, t'i lija lëshuar e tjera, po se që shikoni unë prapi kam kapur, sepse nëse ka diçka që unë jam e paaft, janë flokët. Kam marrë këtë pjasterin që është enkas për të bërë val. E mora në pakon e Temut, në bashkëpunimin që kishin për këtë muaj, me qëra fjala nuk kam bërë video as bashkëpunimet e Temut. Kam marruar, por e sigur që pakon tjetër do të ndaj me ju të gjithën. Nuk është se është e keqe, thjesht jam unë e paaft, nuk i menaxhoj dot, nuk më dalin fiks ashtu siç dua. Plus që më ka dalë ngjyra, duhet t'i lyej flokët sa më shpejt jetë e mundur, sepse besoj se dallohet. Kam edhe goxha thenja këtu që nuk duken nga baluket, por janë aty dhe unë një shumë. Tani do ju tregoj pak gjërat që bleva dje. Faktikisht shumica nuk janë për mua, po Bleva dhe për vete, o shejtan. Po bleva dhe për vete, po se tregoj, nuk do them që s'bleva, jo. Po se thua se janë gjitha për mu. Po s'janë të gjitha për mua. Se gjen. Shumica s'janë për mua. Se gjen o shejtan. Shumica s'janë për mua. Që se ata kishin dhe ditëlindjet, pra motra e ka sot, mamë e babin e kishin javën e kaluar. Ju ka marrë nga një gjë të vogël, në formë simbolike, nuk është një dhuratë e mirëfillt, se zakonisht dhuratat që unë i mirë mendoj edhe shpenzoj shumë,
nuk mi pëlqejnë, kështu që kam hequr dorë, ju marr gjëra bazike të vogla. Dhe ndonjëherë ju jap dhe lekë edhe kaloj radhe. Nuk e di se si e bëni ju, po unë kështu e bëj se ndryshe s'kam gjë në vi. Atëherë, fillojmë me të parat. Janë pijama. Këto janë për motrën, në ngjyrë roz. Pjesa e poshtme. Ishin material pambuk, më pëlqyen. Pra, e kam shumë të rëndësishme që pijamat të jenë pambuk kryesisht, sepse fle më rehat, edhe bluza duket kështu, tani i kam palosur në mënyrë modeste, shpejt e shpejtu. Mami e ka bluzën me zemër, se e pëlqen shumë ngjyrën e kuqe. Dhe i zgjodha këtë bluzën kështu. Dhe pjesa e poshtme e pijamave të mamit është kjo këtu. Është me zemra kështu. Edhe kjo e lezetshme, tani shpresoj të mos mi hedhin syve mua këto dhe mos t'i pëlqejnë fare. Thon pse na i ke marrë kot? Ndërsa babit i mora këtë bluzën, tani gjithmonë, nuk e di për ju, po unë kur i marr gjëra babit, unë harroj masën e babit. Është M apo është L? Faktikisht ai duket shumë i imët dhe i dobët në pamje të parë. Por ka gjerësi këtu më duket, e shpatullat, nuk e di. Dhe mbaj mend njerë kur e kam marrë më nuk i bënte, pastaj njerë kur e kam marrë L ishte prerje madhe. Me babin gjithmonë probleme dhe e bukur është që kur dua ti ble diçka pa i thënë, nuk e pyes as dot se çfarë mase je. Gjithsesi kjo bluza më pëlqeu se është në këto tonet neutral. Shkova tek Zara sepse po kërkoja edhe për shami. Besoj se keni parasysh shamit e satenit të mëdha në ngjyra të ndryshme që mund t'i kombinosh me outfite dhe kështu. Nuk gjeta, varja si gjithmonë, por vendosa të marr disa parfume. Babi t'i zgjodha këtë parfumin këtu, quhet London. Kishte një aromë shumë të mirë, edhe ishte edhe me ginger dhe me mente dhe pak qitro. Pra ndihesh ajo aroma e qitros. Tani për në verë besoj se kjo do t'i përshtatet shumë. Mami ti ka marrë këtë Golden Decade, kjo këtu, dhe me sa kam parë kjo është djup me YSL Libren, me parfumin e YSL-s. Mami më pëlqen shumë aromat e luleve dhe kjo këtu shkruante që ka lule të bardh, jasmin, ka pak portokall dhe grapefruit. Besoj se do ta pëlqej. Nuk e di tani. Shpresoj se mami më shumë e grindur, nuk pëlqen asgjë. E kam thënë dhe në një video tjetër, po. Ndërsa motrës i ka marrë Sherry Smoothie. Ajo e ka përdorur këtë më përpara, e di që e pëlqen. Tani janë gjërat e mia. Kjo tregoj pak se çfarë kam zgjedhur. Nuk është se kam bërë namin, jo. Bluza kam marrë. Bluza e parë është kjo këtu. Është në këtë tonalitetin e ngjyrave të tokës, pak a shumë si gri, por nuk është fiks gri, është pak më e hapur, anon nga ngjyra bezh, pra është si një mix. Dhe e mora masën S, po gjejeni çfarë, më rinte e lirshme. Tani ose është prerja pak më e madhe e bluzës, ose unë vërtet jam dobësuar më shumë se sa e kam menduar. Një nga të dyja, por edhe në pjesën e belit më rinte pak e lirshme dhe tek krahët e vura re që më rinin goxha të lirshme. Gjithsesi më pëlqeu sepse materiali është shumë i mirë, këto i mora tek New Yorker. Dhe dua të them diçka, New Yorker mbahet si një brand që ka çmime shumë ekonomike, në fakt janë normale dhe për bluzat që janë 10.000 lekë, 8.000 lekë, bluza bazike, si puna e kësaj, kjo ishte 10.000 lekë më duket. Ajo që më pëlqen është materiali, pra nuk është ai materiali sintetik që nuk e di, e keni parasysh që ndjen që në duar që nuk është materiali mirë, sintetik. Ose ai materiali tjetër i cili hyn direkt në ujë me një larje apo i del ngjyra. Unë kam bluza bazike edhe nga vjet që i kam marrë tek New Yorker, i kam dhe pantallona të shkurtra, të zeza, dhe nuk i ka lëvizur ngjyra. E dyta që mora, edhe këtë në masën small, edhe kjo rinte shumë bukur, është kjo
kanatiere, po ka këtë dantelën këtu. Dhe këto kanatierët më pëlqejnë shumë, sepse ngjajnë shumë shik, edhe pse janë shumë të thjeshta. Dhe më e mira është që mund të kombinohen me çdo gjë. Kjo është goxha elastike, më rinte fiks në trup dhe materiali është pambuk. Siç ju thash, tek Zara po kërkoja për shami, po shikojeni pak, gjeta vetëm këtë. Shami tjetër nuk kam gjetur. Kjo dhe kjo ishte e vogël. Kështu që në porosinë e radhës nga Temu do bëj namin me shami. Do marrë 100 shami se këtu nuk gjej. Pik muhabetit. Kam kërkuar në të gjithë dyqanet pothuajse. Dhe s'më ka zënë syri. Tani nëse unë jam qor, okej. E pranoj. Nëse nuk shikoj nga syt, e pranoj, po do t'i kisha parë diku, nëse do kishte. Edhe më ka rënë këmbë di se kam ecur që në orën 6 shkova tek Tegu deri në orën 9. Dhe nuk kam gjetur. Një tjetër kanatiere dhe kjo në materialin pambuk, e thjesht fare, kjo nuk ka as dantela zë, në ngjyrë të zezë, që u vdes për të zezën. Dhe e fundit, kjo është pak më ndryshe nga ato të tjerat, po dhe kjo rinte bukur, është e bardhë, sepse të bardhë në modelet e tjera nuk kishte, pra e doja se ajo gria që të ishte fiks e bardha. Po, ja që nuk ishte, edhe këta e ka marrë në masën small, dhe ka një mbledhje këtu në pjesën para, duket cute gjithsesi, është pak më shkurtër si që shikoni, po prapë rinte bukur. Edhe këtë përdo një kombinim. Kaq, nuk është se kemi blerë gjë tjetër, thjesht doja t'ju tregoja, tani plani është që të sistemoj pak këtu rëmujen, dhe duhet të shkoj pak tek Gamma Store, nuk e di deri në çfarë ore është hapur. Ora ka shkuar 5:05. Duhet të shkoj t'i gjej motrës disa produkte që duhen për në Korçë, për tek puna e saj. Nuk e di sa u zjata sa tuash. Muhabet, fole. Ka shkuar fiks 6 edhe shpresoj të mos ketë trafik sepse dyqani që më tha motra është në fresk. Që këtu ku jam unë është goxha larg. Kam shkuar dhe mesazh në WhatsApp për t'i pyetur se kur mbyllej dyqani dhe nuk më kanë kthyer. Pyeta në Instagram, vetëm një mesazh më kthyen dhe më thanë që ky po kthehet më duket. Dhe më thanë që mbyllet në orën 7. Që shanse që ta kap të hapur janë të vogla, po duhet patjetër ta kap që ta mbyll këtë porosi sot. Nesër nuk i dijes, nesër kemi gjëra tjera. Që du bëhet gjigant? Ja pra, pa u nisur probleme. Kam dalë ndonjëherë për një punë edhe ta kem mbyllur direkt brenda ditës. Asnjëherë nuk e keni idenë, jam shumë e mërzitur, shumë e nerva tani. Kam shkuar deri në fresk. Merreni me trafiku dhe të gjitha të tjera, s'po i llogarisim. Okej, të paktën të mbaronin punë. Dyqanin nuk e gjetëm. Edhe më në fund, kur isha fiks aty në fresk, vendosën që të më kthenin përgjigje në WhatsApp që unë i kisha shkruar që në orën 4:05 e pak ishte. Dhe nuk më kishin kthyer përgjigje deri në momentin që unë isha në fresk. Dhe përgjigja ishte që ne mbyllemi në orën 3:30. Ndërkohë që ora ishte 6:30 kur arrita unë aty. Dhe më e bukur akoma, adresa në Instagram është në fresk, ndërkohë që dyqani është te Emeraldi tek 5 Maj. Pra dhe sikur të ishte hapur, unë nga fresku te Emeraldi, prap nuk do ta kapja dot nëse supozoj të ishte deri në orën 7. O, drama dhe jeta. Po drama dhe jeta. Hajde pimi kafe. Buri s'do të shkoj të mi marr, nuk më ndihmon për asgjë, po ka punë, po. Po ka tjetër i Tiranës, o Sofia.
Zyrtarisht jemi në ditën tjetër, ora po shkon 1, unë nuk jo mora me vete në mëngjes, por kam dalë që në orën 9, sepse duhet të shkoja t'ja merja motrës porosin, besoj se mbani mendje që nuk e gjeta dyqanin hapur, dhe rrugës duke shkuar për të marrë produktet, më ndodhi dhe diçka, kështu që tani do kemi story time, dhe dua të më tregoni nëse ju ka ndodhur raste si kjo, që sapo më ndodhi mua, dhe nëse kam bërë mirë, kam bërë gabim, nuk e di tani. Po ja u tregoj. Isha fiks te kryqëzimi I celular pikal, pra pak më lart se kryqëzimi ku është Oslo, besoj se duhet ta keni parasysh, pra zonën mbi Brylin. Dhe ishte një grua, plak, më saktë ishte një gjyshe, afërsisht në moshën e gjyshes time, dhe ju e dini dobësinë që unë kam për këtë moshë, sepse kam gjyshen time dhe normal që prekem dhe nuk duroj dot. Okej, në fillim mendova se kishte vështirësi për të kaluar rrugën dhe donte që ta mbante dikush për të kaluar semaforin, por jo, filloi që të më fliste dhe më tha të lutem, mund të më ndihmosh, më duhen 3.000 lekë sepse kam ardhur që nga Vora, kam ardhur këtu dhe më kanë humbur lekët, më kanë humbur 22.000 lekë dhe unë tani nuk kam me çfarë të kthehem. Kam folur tha me disa njerëz dhe nuk më kanë ndihmuar, të lutem më ndihmo ti, të keqen nëna dhe kështu po më mbante nga duart. Edhe të them të drejtën u preka dhe më erdhi shumë keq. Në portofol kisha vetëm 250.000 lekësha dhe vajta në fillim I thash okay prit, vendosa që ta ndihmoj fillim. I thash prit këtu sa të prish lekët dhe të t'i jap lekët që më kërkoi, pra për rrugën. Shkova fillimisht në një butik që ishte fiks aty te kryqëzimi, ajo goca më tha më vjen keq, po unë nuk kam bërë xhiro, nuk të ndihmoj dot. Pastaj kam shkuar te argjendaria që ishte nga ana tjetër, ishte një zonjë, ishte goxha e sjellshme, ajo tha më vjen keq, po unë kam vetëm 10.000 lekësha, tha nuk kam lekë më të vogla. Dhe ma preu me pak fjalë, okej, ika dhe që aty, dhe përfundova nga ana tjetër, kalova semaforin, pra gjitha këto sakrifica për ta ndihmuar se vërtet më erdhi keq dhe unë personalisht e besova në hallin që kishte, ndërkohë që isha në telefon me gjyshen në atë moment, edhe gjyshe që më thoshte jo, mos e ndihmo, këto bëjnë kot, këto mashtrojnë, nuk ja vlen, dëgjon nanën, ik, thuaj nuk të ndihmoj dot, po unë I thoja s'ka problem t'ja jap se ndoshta ka vërtet hall. Edhe nuk e di, unë ndjeva shumë keq von. Nuk është se po më priste dikush ma fiks, por dyqani mbyllej siç ju thash në 12 dhe doja që të arija ta merrja produktin edhe të kthehesha prapë në shtëpi se s'kam bërë akoma gjërat gati. Edhe shkoj te fura e bukës si përfundim që ishte matan semafore dhe I them asaj zonjës aty, më fal, I thash dua të ndihmoj pak atë nënën aty, mund të më prishësh këto lekët? Kush është tha? I thash është ajo zonja aty. O, tha, këto kështu e kanë, tha. Ik tha shiko punën tënde, tha. Mos u merr fare, tha. Dëgjoj mua. Shko shiko punën, tha. Dhe nuk më prishi lekët. Nejse, si përfundim ika me gjysmën e mendjes andej, gjysmën e mendjes te, sepse ndoshta jam unë njeriu I tillë që zgjedh edhe nëse ajo të më mashtroj, pra nëse ajo po bënte kot, ta ndihmoj sepse ndihem më mirë sesa të mos ta ndihmoj dhe të kem tani këtë pikpyetjen, po sikur të ketë pasur vërtet nevojë dhe unë nuk u gjenda dhe nuk e ndihmova. Tani ndoshta dukem pak si budallaçk me këtë që po them, po unë ndjeva keq, edhe pse po flisja prapë me gjyshen pastaj në telefon dhe po më thoshte, jo mos e vrit mendjen, sa ka kështu, kemi parë raste plot, kemi parë raste që janë shtirur edhe sikur nuk ecin dot, ka pasur raste që janë shtirur sikur nuk flasin dot, kanë aktruar e tjera dhe e kanë për vetëm për përfitim dhe bëjnë këtë çdo ditë. Pra e kanë një punë të rregullt, e kanë një lloj skeme që ti të prekesh dhe ta ndihmosh. Po prapë brenda meje është ai dyshimi që mbase mund të ketë pasur vërtet nevojë, nuk e di. Tani në atë zonën aty nuk e di nëse ju ka ndodhur ju, se ndoshta mund të jetë personi njëjtë që e bën çdo ditë këtë punë. Do doja të më komentonit poshtë dhe të më thonit po na ka ndodhur ose nuk na ka ndodhur kjo gjë dhe thjesht doja ta ndaja me ju, po në përgjithësi unë jam njeri që preferoj të ndihmoj, sido që të jetë. Edhe nëse duan të ma fusin, në thonë, sa okay, s'ka problem, sepse mendoj që ti merr atë, do të thënë çdo njeri merr atë që jep.
pas çdo gjëje, u nisëm. Ora është gati 4, ka shkuar pak vonë, po tani arritëm që të niseshim, të mbyllim punën dhe të gjitha ato që duhet ti kishim për të bërë. Dhe shpresoj të mos ketë trafik, të mos ta marrë shumë kohë trafiku, po besoj se s'do ketë shumë sa është tonë sot, nuk i dihet, po shpresojmë që s'ka. E shohim na. Edhe çfarë do thoja, asgjë tjetër. Kështu jam si e vdekur, po më zë gjumi, po. Do shqemi tani kur ta... Tani jemi duke marrë një tort këtu, sepse po na presin mami, babi, gjyshja për darkë, do mblidhemi të gjithë sot, të festojmë edhe ditëlindje, duke qenë se unë nuk kam qenë këtu kur ishin ditëlindjet, as në datën 22, as në datën 11, edhe të kalojmë gjithë darkën bashkë. Qa të bëjnë me? Qa të bëjnë me në qa të bëjnë? Dëgjo si më tha, dëgjo, se kam i qërë. Dhe muj tha, sa i ri unë isha prapa dhe. Muj me tha muaj, i tha shumë. Erdhe prapë. Prapa erdhe ti tha me. Ja pas 7 tha me. Dhe shumë po sarda për ty une. Unë ardha për mbesat e për dhundurët, i tha shumë. Atrin e tyre, pa më zhitë të shpja standja, tha shumë. Shtu nda. Nuk të nda. Sunda, si ndaj mund të shi. As njerë për zotin. Unë, ja pas 7, unë 8. Do rish këtu, përfundimisht e ndave, se mos thuash nesër do iki. O nesër po. Nesër do iki, zot nuk i ndahet, zot. Nesër po. Ja ku e kam. Më zip tjoda. Ua. Gjërat mira. Gjërat lehta për dark. E po tani, për darkë erdhët juve, çfarë të bëj unë? Jo, ne erdhëm për drek, faktikisht, pavarësisht se na kthyet. E po juve, Mirë, s'ka problem. tu kemi dhe patatka të skuqura. Mirë, shumë mirë, faleminderit. Të lutem. Gëzuar nana. Shëndet. 100 sot. 100 të tjera. Do vish për çdo ditëlindje, jo? Po pa tjetër, po nena, është tamam si do zibasi. Gëzuar, shëndet, gjithë mira. Gëzuar. He mora që thuaj do një gjë. Përshëndetje pak. Në tha mua Liza, i që thashëm, ti nga do vesh në ty, tha, ce? Opa. Më ratër me. Të zu deri në gimi, jo? Thashëm, nore, ti se ti, po ti të ma falenderosh, ma t'ju bere i fash më kuza. Qa vere me? A ze vazhdo ti? Po qërë të vazhdoj me mjata që mja moj. Me që pa bukën. Ka është të thënë, po ta falë këtë radha, me mos më përmend. Të erdi me të kërku logaria gimi. Apo të tha më përmend më shpesh. Jo, i thashëm, more, i thashëm, ti të më tish për deri, i thashëm që ta berat këtë të mirë. Tani do t'i... Edhe ti famshëm. Po, do dhe unë, po ku të dalësht i s'qej, thash. Do të medalja, ja? Kam pëtësi. Si breshkë, thashëm. Me te, ti në Sofia, jepi, thashëm, shua. Kur fillovi kjo, rash, po mja. U zvert në ona. Po lembret të laposëm të shi. Mjabere. Ja, shumë më mërziti mua. Shumë më mërzit mua ti të shi. Të shi, unë po ha, ti po më Po nëzjet. ti po vlet, nuk po. Kur do mbeta kjo makinë mua? Kur të vija? Në 9 të natës, më vjetë. Po se që... Vjoterin që më pesëm, ti bjeri portës. Qa ka ora 9? Është dhe një orar shumë i vonë. Apo e mbyll derën të në Grisa shtatë. latë të jashtë, unë gjumë. Qymë 5, e? Jo dhe jo, shumë verba. A mbyll derën 5. E mbyll derën në pesë. Nuk përgjigjesh ma së 5, a? Kushtë dole tjetë, kushtë dole tjetë, nipile tjetë, vëllaj tjetë, kushtë dole tjetë, shumë se hapë me. Po jo më ti përgjigje ti më sapë derën, a?
Si të përgjigjem? Kush është këtë dera? Kush është? Sotoj filani ja. E mirë pafshi, na të visi. Nuk janë këtu. Jo, re, i kam marrë për koktente, pupu. Pse? Top të larkë. Kush e di? Po njerëzit kanë hallë. Kanale, po. As do ja zgjidhësh ti hallën. Unë ju kam thënë njerëzve të mikë. Biri telefonit, numrin unë e di. Papashe, një vazhet të re. Një disko Vagate nova, pashe një vajzet Të re. Unë se dikte. Po nuk e di. vajzet të re. Ishte bukur, Ishte mitur, ishte bukur. Ishte bukur, ishte mitur, Ndonse ishte e paritur. Jam bele Se s'pi verë ka straki Me një trajnë baj shtëpinë Jam i mire S'jam i mire Ene jam i mire Jam për vetën time Jam i mire S'jam i mire Ene jam i mire Jam për vetën time E pas e shkurtër. E pa vetëm lozin modelar. Ka qishtë Turtë. Po ne po pim të zori me Me pini i tjetër pa lëmë shdes. Me pini i tjetër. Si tha, këtë valja dhe ka... me këtë shmoj dishtë Që dhe bolle kam sonte. Ta që do të hapë gojnë që të më marë. Hajde birë, hajde në kjo që më punon mua. E po si me të si letare atë. Jo, s'më dhe komin sa të madhe e këtë ortër. Sa të madhe. Mja e kam, ka që shumë e kam. Qa ti bisa te me una po. E kam, e përbi këtë unë. E kam Me regjim. Me kufi. Me kufi. Mos e ka përzesh kufirin. Bravo. Që janë kërke për embëlsira për të berti. Branda ka marrë për vetë ndryshe, se na i ka zgjedhur shumë të mirë. Po të shme more të atilë? Të atilë ma që me E po shë madhe, për të që e këtë vogël. E po e di se thot kjo dime. A, son të këta, thot pa nesër, thot, a gjysëm në kësaj. Po mirë me këta i kishin të dy. E mirë, qifte, tamam. Po unë, si presh mashkullun, brava. Filloj kampionati këtu. Tek e tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prita ba. E, kështë gjë Si dalim nga shtëpia e motrës. Outfit check, si dalim nga shtëpia e motrës. Ne sapo kemi dalë, më në fund u bëra njeri, kam bërë pak make-up, rregullova flokët, vendosa syzet, kam ndryshuar outfitin, do t'ja u tregoj për pak kur të zbrez nga makina. Edhe do shkojmë të pim një kafe, se koha që nga shumë e mirë, do më thënë, pretendoj që do bjerë shi më vonë, po për momentin është diell dhe është shumë kohë e bukur, kështu që nuk dua ta humbas, po më pret motra, janë ullur për kafe, edhe kështu. Dije e kaluam shumë bukur, ju kam lënë të gjitha videot, kemi kënduar, kemi festuar, jemi kënaqur. Pastaj shkuam nga shtëpia e motrës për të fjetur, dhe fjetëm shumë vonë faktikisht, nga ora 1 kemi fjetur. U zyam shpejt sot, shkuam te shtëpia e mamit, u bëra gati, siç më pat, isha në gjendje skandaloze mëngjes. Edhe tani ta pim një kafe, siç ka lezet këtu në Korçë.